Përse është e quajtur historia më e bukur? Historia më e bukur në Kur'an është historia e Jusufit alayhis salam. Kjo pasi ajo është historia e vetme që përmban dobitë, urtësitë, këshillat dhe udhëzimet që muslimanit i duhen në këtë botë dhe në të tjetrën. Ajo nuk është historia më e bukur vetëm në Kur'an, por është historia më e bukur që është treguar dhe ka ndodhur ndonjëherë. Teksa do të rrëfejmë këtë histori, do të përfitojmë në shumë fusha. Do të gjejmë të dhëna në fushën e ekonomisë, administrimit, planifikimit, biznesit, botën e ëndrave, vlerat dhe moralet. Ajo është historia më e bukur dhe për një element të rëndësishëm. Po të shohim, historia në fund mbillet me lumturinë dhe gëzimin e gjithë personazheve. Jusufi alayhis salam në fund u bë ministër financash dhe u kthye tek babai i tij. Fundi i Jakubit alayhis salam ishte se u takua me të birin pas 20 vitesh. Ju kthye shikimi dhe e pa të birin në poste të lartë. Gruaja e Azizit u pendua dhe pranoi gabimin e bërë. Allahu në Kur'an famëlar thot: gruaja e ministrit tha: tani doni në shesh e vërteta, e unë e josha ata dhe ai është nga të drejtit. Vetë mbreti që sundonte Egjiptin pati një përfundim të mirë. Edhe vëllezërit e Jusufit alayhis salam patën një përfundim të kënaqshëm. Ata e pranuan gabimin dhe ata thanë: o baba im, lutu për ne të na falen gabimet tona, se me të vërtet ne kemi qenë fejtor. Jusuf 97. Po kështu, një përfundim të mirë pati edhe bashkëvuajtësi i Jusufit në burg. Ai u bë shërbëtor i mbretit edhe besoi në Jusufin alayhis salam. Pjesa e fundit e ajetit. Ne të rrëfejmë ti historinë më të bukur në të gjithë Kur'anin e shpallur, të cilën më parë nuk e dije. Pjesa e fundit e ajetit tregon se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e dinte më parë që ekzistonte një profet me emrin Jusuf. Ky është një tregues tjetër mbi vërtetësinë se ai ishte i dërguari i Zotit. Pasi po që se e dinte këtë histori më parë, nuk do të kishte thënë të cilën më parë nuk e dije. Vendi ku zhvillohen ngjarjet e kësaj historie janë dy, Palestina dhe Egjipti. Në Palestinë ngjarjet zhvillohen në jug të saj, pasi jugu është shkretir. Këtë e vërteton vetë Kur'ani Azimushan ku thot: Zoti im, këtë tani më e bëri realitet, e mua më dhuroi mirësi, ku më nxori prej burgut, e ju vu solli nga shkretira. Jusuf 100.